Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e nëntë. Qasuni shokët të qajmë, e zi pas këtaj të mbajmë, për dhëmbje të aliabas, se ju qasmë Qerbelas. Thotë peshë Qerbelaja, edhe të ngjarët e saja, njerëzin e peshojnë, të vërtetën e tregojnë, këjo e refen njerin mirësin e ligësin, më njanë është Perëndia, e drejta dhe njerëzia, man teatrë djallëzitë, turpet e ligësit. Njëri është Zoti i vërtet, e teatri djalli vet, janë mbledhur të tërë këtë duasha të zërë, ai që zë mirësin, piqet me Perëndin, ai që merr ligësit, nuk del kur në dritë, Zoti i vërtet me djallë bëne në një kurvall, e mira është Perëndia, djalli është ligësia. Këto ngjarje në rrëfejnë e mira dhe e liga zvlejnë. Zdalën në ball për ball, Juda dhe Krishti gjallë, Syfjani me Muamen, Aliu me Mavijen, e Mervani me Hasan, pa ngjarje në mes poskan, Hinduja me Fatimen, e Jeziti me Hysen, ligësia me të mirën e drita me errësirën, po gjithë i janë mësime njerëzisë përdurime. Qosh në zotërin të tanë, ne mësime në ilan, të këqia t'i durojmë, e ne të mos i punojmë, se ata nuk i punuan dhe hosh në shumë e duruan. Zotërin, u qof shafal, që e ndatëm me një fjalë, ligësisën në mi dhatë, mirësis i dhatë uratë. Jeziti i mallkuar ishte dehur e tërbuar, ish i zi po si kërçuri dhe zemrën e kish pejguri. Ishte shumë i shëmtuar dhe fare i pamësuar, shumë i lik ish e i ndyrë, që e djallin atë fytyrë. Syfjanasit e mësuan se djajt e atyre u shkruan, që e la imami me qenë e vate të zi qofen. I mblodhi gjithë Jeziti botën në mëkëm e ngriti, i Bejdullaut i shkruan, me lëvdata e mburuan, shumë i falën gjëemit dhe të gjitha madhërit, e tërbuan fare qenë që të vrit Imam Isen. Ushtëri mblodh e dërguan, fuqinë shumë jashtuan, Ymer i Sadi Vekasit ish i lik si Amri Asit, i doj shumë madhërit, andaj gënjehi me mit. Ubejdi me shok e thiri i tha, ti që je më i miri, të martë shumë ushtëtar e të jesh mi gjithi par, të veç e të zësh Hysen, në do që ta kish mik mbren. Ymeri s'deshi ta marë për mbi vete këtë barë, tha, këtë se bëjnë do të unë, shumë e madhe është kjo punë, kam frikë nga Perëndia, është turp nga njerëzia, s'mund ta nxinj faqen time, shpirtin ta hedh në mundime. Këta Ymerit i dhanë rijen e Taberistan të tia ato tiket e nën urdhër për jetë. Nga e vërteta u kthye, i nëmuri u gënyë. Ty o lakëmimi shkret të shoftë Zoti vërtet. Mi mira ushtëtar u bë Ymeri i par, edhe më se nxi qyteti, ish ngrihur për si mbreti. U lëshua nga shtëpia pa i thot djali tia. Ti të vratë që Imam Hysen zbëre ti me shokët ben, edhe kartën nuk i shkrove, të vi këtu se kërkove, mos je fosh një sot a djalë që të këthesh bese fjalë, për të fituar gjënë të na ndysh farën e tënë, të na mbesë mallkimi për jetë dhe mundimi, turp të mallke për të lanë, edhe nëm në fis të tënë. Se djalën e Fatimes për të bire Mavijes, sa e doj yt atë Alinë e kishte si Perëndinë, kurën nuk ndaj soje, gjithnjë e zite ngoje, le besën e Perëndin edhe zëma kutërin, që është gjë e pështirë, kurë fundi si del mirë. Këto fjalë i tha i biri, se ndryshe postot i miri. Djali teatra i thot, që dëgjon këtë, flet kot, ti vështo punën tënde, se po të falë 2 vende. Ymeri më sumitua, tha, ju mos më mësoni mua, kështu e mbyti babëzia, pa u nda nga mirësia, la më njanë Perëndin edhe mori ushtërin, ndau 2000 ushtar, pa hyr vurit të parë,
dhe të tjerë njerëz vuri, gjithë vendet të izuri. Udha të tëra i pren, të mos vinë e të mos ven, ushtërinë e kishte ndarë, hyrë e dërgoj më parë, Imam Husejni po vinte, njerëzia pas i binte, edhe foshnjët edhe gratë, plakat edhe të ratë, ati Zoti pas i ranë, pej gëzimit me loçan. Ishi biri Fatimes, që i kishin prurë bes, ishte dritë e Perëndis, mburonjës i njerëzis, të vërtetën mburonte, njerin dojtë ta shpëtonte. Pa firistik vjeshëtor e gjetë mbëudh Imam i gjori, je u fal e shumë gëzua, qau me lot po si grua. I tha, dritë e gjithësis, hije e lartë e Perëndis, mos i sill bes do fes, janë njerëz të pabes. Imami Kartëra shkrojti, njeri në do fe dërgojti, atë të varfër e zun, Ubejdullahu t'ja shpun, e nxuarë duke shar, pa pyetur e var. Imami Poqi Zehir, që ishte njeri shumë i mirë, kish besuar Perëndin dhe doj Muhammed Alin. Imam Husen Zehiri duke parë me gas thiri, pa i tha vinj pre me qeje, e pas këtaj s'ndahem teje. Kështu tha njeriu me bes se kish njerëzie pjesë, andej në shekik arritnë, atë nat atje zbritnë. Ymer Sadi kish dërguar njeri e kartë kish shkrua, këtë njerinë që vinte e gjëm të madhe shpinte, më nesret më u dhe hasnë dhe të Zoti ynë e qasnë. I dha kartën në dorë, në zemrët i vu dëbor, karta thosh, muslim e vran, dhe miqtë e tija përndan, kokën në Sham t'ja dërguan, dhe djemtë e ti shumë vuan. Pastaj armikët i gjenë të dyve kryet u pren. Punë shumë kanë ngjarë, shumë njerëz janë vrarë. Tani mërzit e do fenë, dhe mos e lërë me qenë. Muslimi kështu më pa thënë, pa prerë gojën e zënë. Kështu thoshte kartë shkret. Imami me zë të qetë këndoj kartën dhe mbeti, pa tha, po që na gjeti, dhe qau me gashërim, në zemrën ndjeu një lim. E tërë fëmia qanë dhe në zi të madhe ranë, për djemthit e për muslimnë, se mbanin do të madhe gjimnë. Vashat e djemt e muslimit, nga dhembjet e idhërimit, qanin me gashërim, me lote me pësherëtim. Çuprun të madhe gjëm, armikët të pacin nëm. Njerëzia erdhe van, Imam Husein e pan, dhe i kishin dhe në bez, si cili me të mbes. Po sa u hap këjo fjalë të shumët muarë mal, ata të lisht undan e si cili shkoj më njan, të mirët pas i ran, edhe vetëm nuk e lan. Imami u tha, të shkoni, nuk dua të qëndroni, kush e merë në sy të vdes, a y me mua të mbes, pa po të shumë të shkuan, e të pakët të qëndruan. Kështu shkuan 2 a 3 ditë sa u ndanë në mirësit, edhe ligësit u ndanë e më tjatër anë vanë. Shumë njerëz erdhi thanë, armikët të shumë janë, dhe vendet i kanë zënë, as një udhë s'ka në lënë, po vinë si mizëria, në mu dhënë të Perëndia. Kthehu prap nga meqeja, se s'është ndë udhë dhe feja. Ata gjithë kështu i thanë, se rrezik në mire panë, po nuk e live të dia si ta bën një Perëndia. Tha se unë s'mund të kthem, si foshnjë nuk rrëfehem. Kështu tha Imami vërtet, a y isha liu vetë, muar udhë edhe pak, pej do feje file flak. Hyri me gjithë ushtërin, Imamit kundrejt i vinë, dhe posa ja zuri syri, u gëzua shumë hyri. Ila shokët të mërguar, dhe erdi duke gëzuar. Imami tha, pa më thua edhe të leftonç me mua. Imami tha, pa më thua edhe të leftonç me mua, a për ndihmë e për të mirë, me të qëllim e me të dëshirë. A ju tha, jam mik unë dhe ju derdh i puthi gjunjë. Pa i tha, besonj Alin, si besonj dhe Perëndin, po të lutem kthehu prap, pa Zoti si të ta ap, nxire nga mendja dhe fen, hiq sërish zër me qen, se njerëzit e qofes kurrës mbajnë në fjalë bes, ndryshe dhe po janë vrarë këtë herë edhe më parë, njerëz kanë mbetur me bes,
pas këtaj të mos kesh shpresë. Mua më vjen shumë frikë të lutem, ktheu dhe ik, se po vinë mizeria që i shoftë Perëndia. Hyrit imami i thot: S'kthehem se qeshem në botë, s'jam kthyer prapta sikur do të vdes këtu si burr. Nga udha e Zotit nuk thefsha këmbën në udhës e thefsha. Për një të drejtë përpiqem, për të vërtetën po digjem, për udhën të Perëndisë, për shpëtim të njerëzisë. Vdekjen përpara e kemi, për jetë këtu po sjemi. Njëherë as po do të vdesim, sonte më përse të mbesim, se me sytë e mi sot unë nuk e shoh dot këtë punë. A do të shpëtoj njerin, të vëbesë njerëzin, apo këtu do të bie njeriut kshu i ka hije. Kshu tha imam i vërtet me zemrë shumë të qetë. Hyri tha: Kjo është e vërtet, po sot s'mbeti gjë në jetë. Të mirën nuk e njohin, të vërtetën se shohin, po mbretëron marrëzia, nuk ka duk urtësia. Thuaj fjalës atë duash, dë me kotë do të vuash. I ka verbuar Afrika, edhe u ka rënë pika. Hiq e më zërë me qenë, lëri në djathë le të venë. Ta mbarojnë të shka në zënë, se kështu që n'ka thënë. Je me gra e me fëmi, pa kjo punë s'ka shije, përpara një mizerie, e ndaj kaq ligësie. Ç'mund të bëj një vërteta? Është përmbysur jeta. Më dërguan për të zënë, mua nuk për të lënë, po ne me të bërë natë nuk bijem këtu njatë, do të mërgoj ushtërinë, punën të mos e din, ju ngrihi prëm e mos flini dhe ikëni e mos rini. Kshu i tha dhe e bindi hyri, fjalën ja hangri syri. Me të ngrysur ungrin, u kthyen dhe po vinë, lanë udhën e qofes, e ju kthyen me qes. Po natë shkret ishte ster, edhe qelli skëter, në të zi ishin në veshur, ishin vrentur, s'kishin qeshur. Qejtë me lot po qanin, dhe y të zi në mbanin. Hëna ish pëshia në rez, jeta ish e të rezez. Veç vetëtima ju ndrinte, në të erët fare si linte. Vetëtima të pondrinin, zemërat të psherëtinin, edhe gjëmimi kërcite, gjithë dhenë e trëndite, i ishin nisur me qes, fëmijës e Fatimes, po në atë e rësirë udhën se gjenë mirë. Pa më tjatër udhëran e vanë më tjatër anë, s'kishin marë udhë mirë, nata ishe më të gdhirë. Kali imamit qëndrojti, nguli këmbët e mos shkojti, dhe sa mundi shkrefëtiti me zë të madhe hingëlliti. O muj kafshës e uruar, e thëna të kandaluar, aty në atë vend u bën punërat që ishin thënë. Zoti ynë zdi që përmendi, tha, që thonë këti vendi? Këti vendi janë mbanë qerbela i thonë i thanë. Tha Zoti pas të lëvdat, fjala që ka thënë i matë. A herë më nuk priti, po me vrap nga kali zbriti, ngriti krye të përpjet edhe tha, Zoti vërtet, urdhri yt u mbaroft. Edhe fjala jote shkoft. Kështu tha dhe puthi dhen, shokët e pan dhe mben, atje i shpu Perëndia, pa zbriti gjithë fëmia. Po dhe në meqet të vinte, armiku nuk e linte. I vëllaj që hoq më njanë, përse të gjallës e lanë, që bëri imam Hasani, që i dha helmi në Mervani. Ku do t'i ish e çdo të bënte, e di që ajo do t'a gjente. Pa po se çka në punuar, armikët e mallëkuar për djemtit e Fatimes, kur mos paqin në ndjes. Dita ishte duke hapur, edhe drita duke qapur, e rësira ish mbaruar, se u bën që ishin shkruar. Dielli nga mali doli, ditën në bidhet e solli. Dielli nga ajo ditë më të mos dhënë ke dritë të perëndonte për jetë. Qielli të mbetej shkretë, e dita më të mos vinte, dheu në të erë të binte. Ytë të qenë përpjekur njerëzit të kishin vdekur. O më i hën e jetë gjatë, ti kur ndrite atë natë, në të mos ndritë shkëshekurë, më të mos ndritë shkëshekurë, po të nxiheshe si urë, gjëmimi të kish pushuar, jeta të ishte mbaruar.
Zoti madh, përse duronje, as po gjithë i përvëllonje, se pandeh të jesh i gjorë e të mos kesh gjë në dorë, edhe e tërë kjo jetë të jetë pa Zot e shkret. Dritë e lartë e mirësis, shtyllë e gjithë njerëzis, bashkë me shokët e tia, u falë të Perëndia. Ati e ranë, po kur panë, rreth e rotull qerbelan, armikët e mallkuar e paskëshin rrethuar. Më një vend të lartë u mblodhë, ndenjë pak e u çlodhë, pa gjithë punën në zunë, çdo gjë në radhë e vunë, tëndët atje i ngrenë, armikët të gjithu pshehnë. Vend të mirë shumë zunë, e mbaruan në çdo punë, gratë e foshnja të mënjan, man teatr burrat van, niset me shok Ymeri që ishë ndërkryer si beri, erdhi te Imam Hyseni duke hiruar si qeni, afër tëndës së zbriti, imami u ngrit e priti pa i tha. Për të luftuar ke ardhur duke haruar miqësinë e Perëndin dhe Muhammed Alin, ti vetë nuk më shkrove, në qofe mua s'mëftove, së pari ju më kërkuat, tani besën e haruat, nuk e di o jetë gjatë se na doj neve ytat, a y ty kshu të la fjal, sa që gjallë kur ishe djal, gjyshi im u vuri bes, a jati ma vijes. Atë të parën tënë se mbani mënd shu ka thënë, e lat besën e fen, edhe zut ma vijen, mire bët e bukur bët, se u muarën gjëtë. Po mua pse më gënyet, po tani besën e kthyet, më shkruatë e më thatë të vinjë me ditë e menat, të shpëtonjë nga robëria e nga gjithë ligësia, pande se dua fitime, apo nonjë për veten time. Unë për ju po përpiqem, dhe përvëlohem e digjem, nuk e dini çka në bërë Syfjana si të tërë, Jezitit i vu të bes që me të gjallë të vdes. Unë kam shumë durime, po është më qafëtime dhe shpëtim i njerëzis edhe u dhe Perëndis, se kanë fajnët të tjerë, po ju që jeni të blerë, se nder e kini shitur, te Jeziti i mërzitur, shpirtin e tuaj e shit dhe njerëzin e robit. Su ka mbetur as veti, as zëmrë, as vetë di. Botën ju më qafe kini, ndaj Zotit qysh do të vini, çdo punë që bën në jetë e gjen te Zoti vërtet, të liga na bë të kaqë, prap unë dua paqë. Pa juve luftën në zutë, paqën në dhete vut. Ku është vëllazëria që na fali Perëndia? Vëre në vesh këtë fjalë, se një herë do të dalë, këtë që më bëni mua e kini për jetë hua, do ta hishni në një herë, Zoti nuk do ta lërë, mua bëmëni që të doni, po njerëzinë me i toni. Kështu tha imami vërtet, i qofshim falë për jetë. Ymeri u turpërua, edhe ndenjë e u mejtua, tha. Këto të ngjatjeta janë gjithë të vërteta, po fuqi e gjë shkret çdo punë mund ka në jetë, dhe e drejta edhe vërteta mbet ka në fare të shkreta, pas ka fuqi djallëzia sa se mund ka urtësia, të gjithë nuk e durojmë, Jezitnë dhe e mallkojmë, që e prishi besën e fen, na vuri në gojë fren, edhe e mbyti krejt lirin, bëri ligësin, gjë në jetën nuk mbeti, nga ç'pat bërë Muhameti. Jeziti është e gërsirë, e dim dhe ne fort mirë, u bë mbret e mbret mundonjës edhe prishës e shkretonjës. Lig a ju ka djallëzin, s'do ta dije mirësin, s'ka pjesë pe njerëzie, as prik s'ka Perëndie, po punë të kështu bën, nuk e di pse që n'ka thënë, gjithu bën e gërsir, është të keq njeri mirë, se është ditë e të ligut, ka nder punët e shtrigut. Djallëzia vetë mbar, së drejtës si mbet as far, neve një frikë një shpresë na bën kështu të pabes. Ti po mundohesh për neve, që tu hesh zgjedhën qeve, po ne jemi të ligj vet, pa na mundojnë në siqet, dhe puna si është bërë njeriu s'di nga ta zër. Kështu tha Ymeri mahnitur, po besën e kishte shitur, këto punë ata i bën, pa nuk është se ishte thënë. Atë ditë këto thanë, ndenjë pak pa u ndanë.
Naim Frashri, Qerbelaja, kënga e natë. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.